Ahmet Qazimi, udhëheqësi i sektorit për veprimtari publike, në lidhje me projektin Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe avancimi i përfshirjes së fëmijëve me pengesë në zhvillim në Ballkanin Perëndimor, informon se qëllimi është integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në procesin e rregullt edukativ-arsimor. Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe avancimi i përfshirjes së fëmijëve me pengesa në zhvillim në Ballkanin Perëndimor është projekt i cili sipas udhëheqësit të sektorit për veprimtari publike, Ahmet Qazimi, ka për qëllim integrimin e personave me nevoja të veçanta në procesin e rregullt edukativo-arsimor. Ai thekson se ky projekt është gjithëpërfshirës, pra të gjithë fëmijët pavarësisht pozitës dhe statusit të tyre të mund të ndjekin procesin edukativo-arsimor. Koncepti jonë është gjithëpërfshirës, që nënkupton që të gjithë fëmijët që janë në moshë shkollore që të mund të ndjekin mësimin dhe procesin edukativo-arsimor, pavarësisht pozicionit dhe statutit të tyre. Në këtë situatë është edhe një sfidë me të cilën ne përballemi, dhe ajo është çështja e kyçjes së fëmijëve të cilët janë me nevoja të posaçme në procesin edukativo-arsimor, edhe atë në procesin e rregullt me të gjitha format dhe mundësitë që na mundësojnë. Janë duke u zhvilluar disa projekte të cilat e kanë për qëllim inkluzionin e këtyre fëmijëve në procesin e rregullt edukativo-arsimor, edhe ato me aktivitetet të cilat janë të ndryshme, kulturore, sportive, artistike. Mundohemi që këta fëmijë të mund të kyçen në procesin e rregullt edukativo-arsimor. Dëshiroj këtu të theksoj dy projekte që janë në vijim e sipër. E para është me nxënësit e paraleleve speciale të fëmijëve me nevoja të posaçme në shkollën fillore Liria dhe në shkollën fillore Kikish, ku nxënësit të këtyre paraleleve së bashku me bashkëmoshetarët e tyre të cilët janë duke ndjekur mësimin e rregullt me një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian, sikurse edhe nga fondacione tjera vendore, me forma artistike janë duke përgatitur një film që do të publikohet dhe do të bëhet premiere e këtij filmi në Festivalin Ndërkombëtar të Jazzit në Shkup. Ahmet Qazimi, udhëheqësi i sektorit për veprimtari publike, përfundon se gjithë kjo realizohet me qëllim që të ofrohet arsimim edhe për ata nxënës që për shkak të pengesave nuk mund të jenë pjesë e procesit të rregullt edukativ-arsimor.